Përshëndetje miq, ja kur I dëgjojmë sërish së bashku. Uroj që kjo ditë jetë pak më e qetë. Është shumë ftohtë, fryn një erë e fortë, ndoshta edhe ndihet në sfond. Bëni kujdes nëse dilni për jashtë të visheni ngrohtë. Dhe nëse jeni në fazën që jeni duke u kujdesur për personin tuaj të dashur dhe keni nevojë që të dilni, pra të bëni një shëtitje, jo sepse ju dëshironi, por është e domosdoshme, atëre do t'ju duhet vërtet të visheni mirë. Pse e përmend këtë? Sepse njerëzit që kanë këto vështirësi janë njësoj si fëmijët. Nuk të tregojnë dot nëse kanë ftohtë apo kanë vap, por ti duhet kujdesesh sepse nëse sëmuret, atëre do kesh akoma dhe vështirësi të tjera më mbrapa. Ajo që do të doja të fokusohesha sot është pjesa si ti të kujdesesh për veten. Pra ti ai personi që po kujdesesh për njeriun më të dashur, ti ai personi që ndoshta je në punë, po dhe nëse nuk je, ke ngarkesën tënde emocionale, fizike për gjatë ditës, atëherë ti duhet gjesh edhe kohë tënde për veten. E përmend këtë dhe e di që është tepër e vështirë, pothuajse e pamundur, nëse nuk ke një sistem rreth teje që të mbështet, që të ndihmon. Çka do të thotë nëse familja, shoqëria, njerëzit rreth teje nuk të mbështesin, atëherë vërtet kthehet e pamundur. Personat e prekur nga kjo vështirësi janë pothuajse 24 orë non-stop. Kërkojnë përkujdesje, kërkojnë përqendrim, vëmendje, janë të rritur, janë të mëdhenj, nuk mundet t'i ulesh dhe t'i arktosh apo të marrësh mendjen me diçka siç mund të luash me një fëmijë. Ata kanë ende situatën e disa momenteve nën kontroll, dhe kështu që do ta bëjnë të vështirë, sepse do thotë që pse ti sillesh kështu me mua. Po ndërkohë në anën tjetër, ti duhet bësh diçka. Kanë forcë, janë të mëdhenj. Mund të jenë dhe të vegjël në trup, po kanë forcë shumë të madhe, që do thotë fizikisht për te anës emocionale. Ti lodhesh. Si mundet ti të kujdesesh për veten? Duhet të gjesh forma patjetër. Kjo është një sëmundje që zgjat 10 vite po dhe më shumë. Eksperienca ka treguar që ka pasur njerëz që kanë jetuar dhe më shumë vite, po ndoshta edhe më pak, por le të themi që 1 dekadë është e prekshme. Dhe në këtë pjesë apo në këtë harë kohor duhet marrësh parasysh që nëse nuk kujdesesh për veten, vitet kalojnë edhe për ty. Dhe kur ky person largohet, lë një boshllëk shumë të madh. E para boshllëku sepse është njeriu që ti do më shumë, dhimbja. E dyta brenga që bëre apo jo sa munte. Pastaj fillojnë me radhë, vuajtje që ke kaluar ti, vuajtje që ka kaluar personi, por mbi të gjitha ngrihesh me një boshllëk që ti nuk di se çfarë të bësh më, sepse ja ke dedikuar të gjithë momentet këtyre personave. Që do të thotë, tani jo se ti nuk ke gjëra për të bërë, por të duhet të rikalibrosh dhe njerë, të rivendosësh pika në jetën tënde. A ke dëshirë të lexosh një libër apo të pushosh, të gatuash, domethënë këto janë preferenca personale, por përpiqu gjatë kohës që je duke kujdesur edhe për personin, në momente shumë të vogla, të mos ta lejosh që të rrëmbej kjo rutinë. Flasim me fjalë, japim këshilla, pastaj marrëdhënia është shumë personale dhe dinamika në shtëpinë e secilit. Kujdesu për veten, qofte edhe 1 minutë të vogël, do ta kuptosh më mbrapa. Më mbrapa kur ti kesh regjistruar këto momente, qoftë të shkruara apo të regjistruara me zë, diku mënyra jote si ta gjesh, do shikosh se
Ke hecur, ke bërë progres edhe për veten tënde. Mos harro që dhe ti je një person që ke nevoja, dëshira, ëndra. Vitet kalojnë edhe për ty. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të qetë.